Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 14 prill të 2025-s. Një javë të mbar, ditë të mbar ju uroj. Është një javë ku shumë ndryshime dhe shumë ndikime do të kemi në fushën e karrierës dhe në fushën e disa takimeve të rëndësishme në lidhje me disa blerje që mund të keni, sidomos paraditja është mjaft e mirë duke ndikuar dhe ndihmuar në lidhje me çështjet planetare, ndikimet planetare që kanë të bëjnë me Afërditën dhe Mërkurin. Afërdita është planeti i dashurisë dhe i vendimeve të mëdha që marrim. Gjithashtu Mërkuri është komunikimi dhe mundësitë që na jepen për marrjen e një vendimi shumë të rëndësishëm në këtë aspekt. Meqense jemi në kohën e mundësive, është shumë mirë sepse nga paraditja dhe deri në orën 1, do thosha unë 13 në të drekës, është një kohë që çdo gjë mund të ndodhi dhe mund të jetë e realizueshme. Mirë do ishte, edhe pse si fillim javë, për ju që keni për të firmosur një kontratë ose një bisedë bëjnë në këto orë që them, sepse ka të bëjë shumë kur favorizohen shumë, sidomos shenjat e ajrit dhe shenjat e zjarrit. Shenjat e zjarrit që është Dashi, është Shijetari dhe Luani, kurse në shenjat e ajrit janë Binjakët, Peshorja, Ujori, ku mundësitë janë shumë të mëdha në lidhje me takime dhe ndryshime që do ndodhin në këtë periudhë kur koha ka provuar, edhe mundësitë janë në anën tuaj, sepse është një ditë mjaft e mirë dhe i fillim javë e mbar.